Përgatitur avokati e Partisë Demokratike të Kosovës, Fatën Fetao, cilën tashmë kemi në studio. Fetao, mirë se jeni në Kosovë. Shëndetje, mirë se gjej. A besoni se do të merret për bazë ky kundërshtimi juaj administrativ nga ana e zyrës? Po në fakt, ashtu si që e lansuat në kronikën që sapo shkoi, sot së bashku me kryetarin e grupit parlamentar të PDK-s, zotin Abelar Tahiri, së bashku me profesorin dhe deputetin Ferhat Çala, nisëm betejën ligjore kundër vendimit të zërrejës për çështjen e liberalizimit të tregut, si një vendim të nxituar, të pa bazë ligjore mbi të gjitha, vendim të nxituar, jo transparent dhe vendim i cili do të ketë pasojat të tmerrshme, të jashtëzakonshme në sektorin e ekonomisë së Kosovës dhe mbi të gjitha vendim i cili e shkel vetë të thotë aktet nënligjore dhe ligjore të zërrejës dhe si të tilla këto akte nuk janë zbatuar në rrethanat e rastit konkret dhe nga data e nxjerrjes së këtij njoftimi, pra për opinionin publik, zërreja nuk ka nxjerrë vendim formalisht, paçkase në kompetencat dhe përgjegjësitë e saj, po edhe në faqen e saj dhe teksa unë flas njerëzit mund ta aprovojnë këtë. Faqja e zërrejës është e mbushur me vendime të karakterit përgjithshëm për dhe atyre individuale. Pra edhe për persona, edhe për qytetarë që kërkojnë bie fjala kërkesa, kanë kërkesa në zërrejë për licencimin e paneleve. Për treg s'ka, për treg tapur. Por nuk e ka një vendim të tillë për një çështje kaq kapitale të fushës së energjisë. Kjo sigurisht nuk është bërë pa qëllim. Pse është bërë? Është bërë me qëllimin që t'i iket vendimit formal, juridik, me qëllimin që t'i iket ose t'i shmanget betejës gjyqësore. Mirë po, ligji në fuqi në Republikën e Kosovës garanton mundësinë ligjore të atakimit edhe të veprimeve të tilla, të cilat në pikpamje ligjore njihen si akte reale. Dhe njoftimi i datës 12 mars 2025 është akt real, i cili prodhon pasoja juridike dhe ekonomike për sektorin, dhe ky njoftim, nga që është jo formalisht vendim, prodhon pasoja dhe në bazë të ligjit i njëjti mund të atakohet, të kundërshtohet në afatin prej 6 muajsh. Këtë ne e kemi bërë. Pra, Partia Demokratike ka pritur anulimin me vetë iniciativë të këtij vendimi nga ana e zërrejës, bie fjala pas vërejtjeve, komenteve, shqetësimeve të aktorëve të fushës, një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe tani jam në prag të zbatimit të vendimit të tillë. Tani, meqenëse se ligji për energjinë elektrike përcakton që të gjithë konsumatorët të cilët kanë shpenzime, le të themi aty ose më saktë të ta themi të gjithë konsumatorët komercial të cilët kanë mbi 50 punëtorë si kriter, dhe konsumatorët komercial të cilët kanë qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, do të dalin nga sistemi aktual i shërbimit universal të energji elektrike dhe do dalin në treg të hapur. Mirë po ligji në 937 shprehimisht përcakton kushtet kur duhet të zbatohet ky standard. Dhe këto kushte vetë zërreja i ka përcaktuar në udhëzuesin për liberalizimin e tregut në Kosovë, të cilin e ka nxjerrë në vitin 2017. A din bizneset si ka më bë kyçja në tregun e hapur? Si ka më bë përzimja? Ta shpjegoj këtë pjesë. Këtë kompani shamë nuk e din se si do të veprojnë. Saksisht. Tani ideja liberalizimit të tregut është ide e cila promovon konkurrencën efektive në treg, ku këto kompani që kualifikohen për këtë kategori le të themi të konsumimit të energjisë elektrike, kanë mundësi efektive të vlerësojnë se cila është oferta më e mirë e tyre. Dhe sot me çfarë po ballafaqohen bizneset? Po ballafaqohen me një ofertues të vetëm që është Kesko. Pra po flasim për pozitë dominuese në treg të vetëm një kompanie të vetme dhe në rastin konkret, udhëzuesi, siç isha duke thënë, i vetë zërrejës, të cilën e ka miratuar vetë zërreja në vitin 2017, përcakton shprehimisht kushtet për liberalizim të tregut. Dhe teksa unë po flas edhe qytetarët ose personat veçanërisht të interesuar, mund ta gjejnë në vegzën e udhëzuesit të faqes së zërrejës, këtë udhëzues për cilin unë po flas, e i cili në 2 dhe 3 të tij përcakton shprehimisht se zërreja do ta bëjë një analizë dhe një vlerësim të zbatueshmërisë së ligjeve të sektorit të energjisë në një fazë të mëvonshme, pra graduale, dhe pastaj do ta aplikoj tregun e lirë.
Ky është parakushti i parë. Një analistë të tillë nuk e kemi. Po mbi të gjitha, parakushti i dytë, i përcaktuar në nenin 3 shprehimisht, thotë që ZRE-ja do të aplikoj liberalizimin e tregut të energjisë elektrike vetëm pasi të ketë një raport hetimor nga ana e Agjencisë Kosovare të përmbrojtjen e konkurrencës. Raport të cilin nuk e kemi. Ka dëgjuar dikush se ka një raport të tillë nga agjencia? Nuk ka. Dhe në raport të tillë do duhet të hartojë në bashkëpunim edhe me zyrën e ndihmës shtetërore, institucionit i cili vlerëson nevojat e subjekteve. Në rastin konkret as nuk ka raport hetimor, as nuk ka vlerësim nga ana e autoritetit konkurrencës, autoriteti i cili ka përgjegjësinë kushtetuese dhe ligjore për të ofruar dhe opinione dhe mendime profesionale, edhe për organet publike, siç është rasti i ZRE-s. Gjas autoriteti është në shërbim të Besnik Bislimit. Dhe askush nuk i ka kërkuar. Dhe do ta ndaj me opinionin këtë informat sot, vetëm pasi është parashtruar ankesa ose kundërshtimi administrativ i Partisë Demokratike, me urgjencë është ftuar autoriteti dhe ka shkuar në zyrët e ZRE-s dhe kjo informatë sigurisht mund të verifikohet me lehtësi dhe po urojmë dhe po shpresojmë që të mos bëjmë përpjekje për manipulimin ose falsifikimin e një raportit të tillë i cili nuk mund të bëhet ad hoc pa një vlerësim mbi konkurrueshmërinë ose mbi konkurrencën efektive të tregut të energjisë. Tani, ku jemi dhe ku mund të shkojmë? Proceduralisht në mungesë të vendimit formal, i cili do të mund të ishte i atakueshëm drejt për drejt në gjykatën kompetente, ne jemi drejtuar në këtë mjet juridik, mjet i rregullt juridik, pas të cilit, pra vetëm 15 ditë pas të cilit, ne do të drejtohemi gjykatës kompetente me padi dhe me kërkesën për shtyrjen e ekzekutimit të këtij vendimi i cili i prek rreth 1300 biznese, rreth 140.000 punëtor, mbi të gjitha e prek tregun dhe gjithë konsumatorëve, sepse keni parasysh shtrejtimi deri në 280% i energjisë elektrike për këtë nivel të konsumatorëve, nënkupton shtrejtim të jetës së secilit konsumator në Republikën e Kosovës, sepse siç e tha edhe avokati i popullit në raportin publik të dieshëm, të cilin e nxorri dje, tha që një vendim i tillë është i gabuar, është i nxituar, sepse në mënyrë të drejtë për drejtë i jap rrugë një inflacioni të ri me pasoja të jashtëzakonshme për vendet e punës dhe për ekonominë në përgjithësi. Tani përveç raportit që e ka nxjerrë avokati i popullit, ka dhe një analizë profesionale nga Oda Ekonomike e Kosovës, e cila e ka bërë një analizë mbi atë se kush është i prekur nga ky vendim, a është i ndikueshme, le të themi, vetëm ekonomia nga një vendim i tillë, dhe nga kjo analizë profesional del që do të thotë 218 biznese, se dikush e tha nga qeveria që vetëm 5 biznese e plotësojnë kriterin e qarkullimit prej 10 milionësh dhe qarkullimit dhe numrit punëtorëve prej 50 punëtorësh. Tani 218 ndërmarrje e plotësojnë dy atë kriteret. 318 ndërmarrje e plotësojnë kriterin e qarkullimit prej 10 milion, ndërsa rreth 930 ndërmarrjet e tjera e plotësojnë kriterin e numrit punëtorëve. Tani është e paqartë në pikpamje të zbatimit nëse këto dy kushte duhet plotësohen në mënyrë kumulative apo jo, apo të ndara, sepse ZRE-ja, siç e shohim, dhe qeveria insiston që gjitha këtyre bizneseve, pavarësisht nëse një biznes i ka 50 punëtorë, po s'ka qarkullim 10 milionësh, apo një biznes që ka qarkullim 10 milion, po nuk i ka 50 punëtorë. Prandaj, sot çfarë është e rëndësishme, e kemi kuptuar ose e kemi më saktë është përfaq tendenca për ta krijuar një pozitë dominuese në treg të Keskës. Kjo natyrisht përbën vepër penale në kuptim të anit 295 të kodit penal. Por ndërkohë potencua edhe një fakt tjetër dhe edhe një lajm tjetër që ndoshta dikush tjetër po provon që të hyjë në treg. Tani çfarë ndodhi sot? Jam dëshmitari i marrjes së informatës e shoqëruar me fakte dhe fakti i shoqëruar me provë, teksa shefi i grupit parlamentar e lansoi këtë të dhënë për sa i përket përfshirjes direkte të vëllau të shefit të kabinetit të kryeministit zotit Luan Dalipi në
licencimin e tij si operator ose ofrues potencial i shitblerjes së energjisë elektrike. Fakt ky që në fakt nuk është vetëm skandal, nuk është vetëm krim, por përbën edhe elemente të shumë fishta të disa veprave penale, të cilat në kuptim të kodit penal përvejnë edhe konflikte interesit, sepse nuk është kontestu se zoti Dalipi ka qenë, pra Luan Dalipi ka qenë dikur pronar dhe themelues i kompanisë MDA, kompanitë e cilën pastaj ka transferuar tek vëllau i tij dhe në kuptim të ligjit për parandalimin e konfliktit interesit një gjë e tillë është e ndaluar të marrë pjesë pra vëllau i tij dhe kompania e tij të marrë pjesë në një... Apo do të thoni që është përgatitur terreni? Po tani kjo nuk ka nevojë të thuhet, është fakt. Dhe fakti sot është mbështetur me provë, atë që e tha shefi i grupit parlamentar. Natyrisht ne gjatë ditëve në vijim do t'i verifikojmë të gjitha informata tjera dhe pastaj do t'i drejtohemi edhe organeve kompetente, mirë po me që jemi në fazën e verifikimit të informatave do të rezervohem të them se çfarë do të bëjmë, mirë po e dim një gjë që ky proces do të rezultojë dhe duhet të rezultojë me një akt akuz të fuqishme, profesionale, e cila i bën përgjegjës njerëzit që në mënyrë të hapur Cili rast? Në dritë të diellit shkelin ligjin për përfitime personale. Për vëllaun për vëllaun dhe për përfshirjen e njërit prej zyrtarëve më të lartë qeveritar, që është Luan Dalipi, kështu që në këtë kuadër ky proces sigurisht kërkon hetim edhe nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës dhe patjetër që do të rezultojnë të gjitha pretendimet se procesi i imponimit të liberalizimit të tregut në Kosovë prapa vetes ka motive të qarta korruptive. Motive të qarta korruptive prapa të cilave qëndrojnë njerëzit e kësaj qeverie. Prandaj ne nuk mund të qëndrojmë duar kryq. Sot e kemi filluar këtë betejë, vetëm për ta përmbushur kërkesën ligjore, betejë do të ngritet në nivel gjykate. Luan Dalipi i uroi sukses vllaut të tij. Po tani eksplorimin e fatit, siç tha zoti Dalipi, tha vllau im mund dhe ka të drejtë ta eksploroj fatin e tij edhe në energji, eksplorimin e fatit nuk kanë mundësi ta bëjnë qytetarët e zakonshëm të këtij vendi, dhe ai për më tepër që ta dinë qytetarët, vëllau i tij ka të ndaluar ta bëjnë një gjë të tillë, të ndaluar me ligj. Dhe pse ka të ndaluar, do ta shihni në javën që vjen. Vërtet? Po do ta shihni në javën. Ta argumentoni këtë me prova gjatë javës? Sigurisht që gjatë javës do ta shihni se ku do të përfundoj procesi i përfshirjes së këtij dhe jo vetëm. Në procesin e korruptuar të tregtimit përkatësisht të liberalizimit të tregut, i cili i prek shtresën më vendimtare në Kosovë që është ndërmarrësia, e cila kontribuon... Ashtë e vërtetshme tregtia me rrym? Faktin që po kyqen pra dhe njerëzit? Unë nuk pretendoj ta bëj këtu vlerësuesin, sepse nuk jam profesionist për të vlerësuar nëse është e leverdishme tregtia me rrym. Këtë mund ta pyesim vëllaun e kryeministrit, e cili sapo u avansua në departamentin e shitblerjes së rrymës në kuadër të kekut ndërmarrës më të madhe publike në vend. Prandaj, këto nuk janë informata, këto nuk janë pretendime, këto nuk janë fjalime, analiza, mendime, opinione. Këto janë fakte. Dhe për këto fakte... Po dhe që do të rezultojë një akt akuz? Sigurisht që do të rezultojë dhe ne do të punojmë fuqishëm që të mbrojtë interesi publik, të mos shkelet ligji dhe kushdo që ligjin e merr në krah, do ta sheh që fundin ose epilogun do ta ketë në dyz. A zhvesh Albin Kurtin nga miti që familjarët janë vetëm për dasma? Kur njeriu kryesor që është afër tij, pra shefi, vllau i tij, po provon që të kyçet, që të provoj të bëj shitblerje ose... Unë në përgjithësi përmbanen në deklarimet e mendimeve, deklarimet politike ose shprehjen e pikpamjeve të mia politike, kryesisht e bëj në nivel të kufizimit në pjesën profesionale, por unë mund të them atë që e thot shumë kush. Armiku më i madh i Albin Kurti është vetë Albin Kurti. Kështu që nuk ka nevojë sot të bësh verifikime të mëdha, mjafton që ta mbash për fjalët e tij që ka thënë dikur me veprat e tij që po bën sot. Kështu që në këtë kuptim është tejet shqetësues mënyra e organizimit, orkestrimit dhe manipulimit të procesit e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, sepse
sot teksa po vija këtu, një miku im biznesmen, i cili është ndërmarrës i suksesshëm e i ndershëm, më dërgoi një ofertë që Kesko ja ka dërguar atij. Oferta është merre ose lere. Pra nuk ka mundësi zgjedhje dhe konkurenca efektive në kupton kur ti kesh mundësi për të zgjedhur më të mirën, më të përshtatshëm mes shumë alternativave. Këtu nuk kanë bizneset tona alternativë. Kjo është do të thotë një ofertë vetëm dhe në këtë pikpamje po e paralajmëroj se do të ndërmarrin veprime në drejtim të kallëzimit penal edhe në raport me Keskën, sepse në kuptim të nënët 295 të kodit, qartazi është duke bërë veprime shpërdoruese mbi pozitën dominante në treg. Jemi ka fundi, do të vetau, andërlidhet pra ky rast edhe me të mëparshmet, me blerjen, me furnizimin me energji elektrike gjatë dimrit. Andërlidhet edhe zyrtarët e PDK-s ka përmendur shpesh edhe ambasadorin Berishaj, pastaj edhe ish kryeshefin e Kekut, do të në Krasniqi, a kanë ndërlidhen krejt këto, pastaj kryesësaj janë zbuluara disa mesazhe që ka pasur Dejona Mihali me drejtues të Kekut, a lidhen bashk, apo kjo është veçantë krejt? Tani me qenë se jam dëshmitarit e gjitha, dëshmitar dhe aktor profesional në Partinë Demokratike të gjitha veprimeve dhe nismave në drejtim të denoncimit të krimit që është bërë në fushën e energjisë, ju kujtohet nga fillimi i mandatit të sapo përfunduar të kësaj qeverie dhe shumice parlamentare, kur e denoncuam, ose e parashtruam një padi në gjykatën administrative në atë kohë në Prishtinë, kundër shtrejtimit të energjisë elektrike. Po flasim në vitin 2022. Ajo padi pastaj shoqëruar me kërkesën për shtyrje, kërkesa që u miratua dhe u desh të gjithë të ndikojnë në mënyrë negative që një vendim gjyqësor në fund i Gjykatës Supreme të vijë i pa drejtë. Sido që tjetë, faturën e shtrejtimit të energjisë elektrike fatkeqësisht e kanë paguar qytetarët. Ndërkaq, kjo skema ose mozaiku i të gjitha këtyre ngjarjeve dhe fakteve në këto 3-4 vitet e fundit, veçanërisht në sektorin e energjisë, plotësohet jo vetëm me Martin Berishën, si kryeprotagonisti i aferave më të mëdha të dekadës tek ne që është energjia elektrike, i aferës më të mëdha korruptive të kësaj qeverie që është energjia elektrike. Por tani e kuptojmë, ne edhe të gjithë qytetarët, sepse qeveria Albin Kurti i tha jo gazit amerikan në Kosovë. Ju kujtohet? Tani e kuptojmë pse i tha jo kontratës për ndërtimin e kapaciteteve të reja të termocentralit Kosovës, Kosova e re. Dhe me qenë se ju tha jo këtyre dy projekteve të mëdha, ai po i thot po, mundësisë së blerjes dhe varësisë së vazhdueshme të Kosovës në tregjet e energjisë, përmes të cilës pastaj me njerëz të vet po e shohim që po shpërdoron shitblerjen e energjisë dhe edhe në shqetësuese, të cilën e nxorën një raport i vet kostit për vitin 2024, e që u lansua si informacion shqetësues edhe nga PDK para 2-3 ditësh, ishte se vetëm brenda një dite të vetme, në fakt, për me të qenë saktë vetëm brenda 6 ore të një dite të vetme, në muajin dhjetor 2024, ishin shpenzuar 1 milion euro. 1 milion për 6 orë shpërdorim të energjisë elektrike, ku 1 megawatt e kanë blerë 10 fish më shtret se sa blehet, bie fjalë, është blerë në kohën për kacën e vendet e rajonit. Kështu që këto gjëra janë shqetësuese, sigurisht nuk do të përfundojnë këtu. Gjitha këto procese do të përfundojnë prokurorinë speciale dhe uroj dhe shpresoj me aktgjykime dënuese deri në të konfirmuara deri në Gjykatën Supreme të Kosovës. Do të fitoj, falenderoj shumë që e keni ardhur sonte në studion special. Mersia ishte imja. Është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lomira Abdixhiku, që ka thënë se Kosovës i duhet një spak si në Shqipëri për të hetuar korrupsionin. Në një njoftim në Facebook, ai ka